që ai ka qenë një mediokritet profesional. Se ti ishte në një tritan. Çfarë profesioni ka ai? Urdo? Gastroenterolog. Ky shkon tani në klinikë private. Dhe po t'i thoni e bëj vullnetarisht, thot, absolutisht vetëm me lek. Po ky i ka deklaruar në deklaratën e vitit 2023-2024. Haxhibadej. I ka deklaruar? Po. Urdhoni, o miq. Urdhoni. Dhe ne kërkojmë, ne kërkojmë që ai Rusmajli i tij nuk mund të jetë në kas, nuk mund të paguhet në kas, sepse nuk e lejon ligji. Po ky urdhoni. Urdhoni. Shteti, një gazetar kishte shkruar bukur një ditë, shteti i rrugmit, jo marja, është më keq se rrugmi, jam thonë. E ka thënë Nikola Gratieri, e ka thënë pa vdekshme atë. Nuk është narkoshtet, është më keq se narkoshteta. Urdhon. Presidenti shkon bën para ndodh në botë kjo. Faleminderit. Përpara se të largohen mediat, meqense shumë nga gazetarët më kanë kërkuar një koment mbi një njoftim të rrem të lëshuar nga kryetari i Kuvendit lidhur me mbledhjen e sotme të konferencës kryetarëve, dua të sqaroj, fatmirësisht konferenca është me audio edhe proces verbalet publikohen, që nuk ka patur asnjë dakordsi nga grupi